Ndaj struktura e posaçme nuk duhet ta ndaj ta parcializoj, siç ka bërë me Arubën tani që ka bërë 278 dhe 25 fraksione mrapa. Por duhet i bashkoj këto. Kur ke pandehur të njëjtë, që shkëmbejnë financa, shkëmbejnë para, pastrojnë para, bëjnë investime. Kush është firmtari këtyre investimeve? Kush është lejuesi këtyre pastrimeve? Një individ është kryeministri i vendit. S'kemi pse bim rrotull. Pa firmën atij, as kjo AZTP që ka me bashkëtingëllore, me të cilën më në fund arritën prokurorët e SPAK-ut ta gjejnë kushte adresa dhe të bëjnë kontrolle në zyra për në banesë, dhe mund bën përshtypje 3 ditë më herët SPAK-u firmos kontrollet e reja banesër për dosjen Balluku. Pas 2 vjetësh ta bëjnë kontroll banese. Po merrni një ekip bojaxhish me vete, ti luni edhe shtëpinë. Po çfarë do gjesh pas 2 vitesh në shtëpi? Jo, apo në zyrë? Çudia dhe ironia e fatit është që vetë drejtoresha e Akshit rezulton që jeton me qira, teksa një prej bashkëpunëtorëve të saj është... Tani kjo historia e qiras dhe varfërisë së saj që shkon në bicikletë në punë njërin tjetrin to pralla zë drama, më kujtojnë prallat e ditëve të fundit për armatimin që do i bëjmë planetit, ne ku 30 vende antarë të NATO-s dhe të OKB-s janë gati të marrin pajisje luftarake ushtarake në Shqipëri. Kjo është një lloj çmendurie e shfaqur publikisht dhe për të cilën mjekët duhet të mendojnë seriozisht të vizitojnë kryeministrin. Është shumë e rëndë kjo për fat të Shqipërisë, edhe për fatin individual dhe familjar të atij që është pushtuesi i kësaj zyre. Por tani këto gjëra kërkojnë një hetime intensive. Kur ti shkon pas 2 vjetësh, pas 1 viti për të kontrolluar çfarë do gjesh pas disa muajsh, edhe disa orë janë emergjencë për kontroll banese për të pretenduar gjetje provash apo dëshmish. Ndërkohë, kur në fazën e parë të hetimit, vetë prokurorët na kanë theksuar se ka kanosi për jetën, ka kërcënime, ka pengmarrje. Ne po flasim për organizata kriminale. Këta i fusin një dorë sheqer atje dhe ne po bëjmë çfarë po bëni. E dinim ne, pse dinim çfarë bëhet ju. E latat zotrin 6 muaj, 7 muaj të bëj biznes. Po mirë, mund të jetë organizatë kriminale për Shqipërinë, po jo nëse është ndërkombëtar. Sloveninë, mund të jetë. Pyetja është, e cila do të sillte një gjysmë justifikimi, do të thoja unë, nëse kjo është organizatë kriminale ndërkombëtare, ku bën pjesë dhe i ndaluari në Francë, ku bën pjesë dhe e Proriti në Tiranë, kryeministri i vendit, atëherë ndoshta hetimi evropian duhet përfshirë prokurori publik në këtë hetim. Nuk mjafton struktura e posaçme në këtë hetim. Duhet Prokuroria Publike Evropiane të jetë pjesë edhe partner e këtij hetimi, sepse gjeografia, gjerësia dhe personazhet e përfshirë në këtë dosje të madhe, unë them kjo do të sjellë surpriza të shumta, absolutisht po, dhe nuk mund ta mbyllësh këtë hetim si 4 dosjet që unë përmenda, pa shkuar tek zyra e kryeministit të vendit, te banesa e kryeministit, tek bizneset e tij familjare. Kur thua do sjell surpriza, flet për marrëdhënie me kryeministin. Absolutisht, po, marrëdhënie parash, histori biznesesh. Tani ne kemi atë me 300.000 euro parcel, e klasifikoj 26 milion euro dhe u bë me kazino zotëria. Sepse këtu prap na vijnë njollat errta nga hetimi. Ne shok zotrin ndjes për leksikun e hershëm. Zotrin prokuror nuk e njohën Olsin 45 vjeçar te Zibraka. Po mirë, pse nuk e shfaqin atë fotografi apo video? I ka. Sigurisht që i ka. Janë të shpërblyer. Hetimi i Zvërnesit. Ka prokurorët e SPAK-ut ato që ka hentuar dhe ka rezultuar në rregull. Tani, të gjithë këto që kanë qenë konformist, kanë qenë disi të dëgjueshëm në hetimet kur dalin përpara ministra, deputet, politikan, shpërblehen. Dhe kjo lloj marrëdhënie përfituese nga hetuesit dhe le të themi shpërdoruesit e pasurive publike, i vënë ato përballë një pamundësie dhe pafuqie për qenë pavarur për të shkuar drejt në hetimin fundor, për shkuar te autorit e pandehur i mundshëm. Në këto 4 dosje të paktën ka plot të tjera. Unë mund t'i numëroj këtu 30 të tilla me emra. Nuk shkon ti nuk e mbyll dot hetimin nëse nuk ke të akuzuar zyrtarisht të tjera. Nuk e mbyll dot. Sepse po është me firmë tash. Ajte incinerator të firmos. Bonus kujt? Ajrit. Ku është kompania? Do vi kompania rrugës. Nënshkruan zotëria. Në aeroportin e Vlorës ka firmos. Tek shumë investime të tjera strategjike. Po ti ke trafikantë në burg që aktualisht marrin leje ndërtimi, marrin investime nga burgu, trafikantë droge. Kush i firmos këtë? Ky strategjiku që është kryeministri. E tani, edhe këtu ka një diçka që unë e shoh jo fort se shkon. Ore zotrin prokuror, po ju keni dosjet atje, keni trafikantë ndre, shihni që zotëria vazhdon t'u jap leje aty, t'u jap investime. A ka mundësi të shkoni deri në qendër, se nuk është larg nga trenit e qendra, ti thoni, zojnë, zotri, ku shjena të zyrë, se prapa atje është një i pandehur tjetër ke zyra. Në Turku, thoni, por ndalëm se ky është i pandehur, të marrojmë këtë punë, se mund dali pa fash. Po ta mbarojmë të hetim, ta zbarem të histori. Por kokaina nuk pret.
Dhe kjo është historia. Duke qenë se mafia është ndërkombëtare dhe miliardat sigurisht e trafikut kokainës. Tani ne kemi Shtetet Bashkuara që po kongresmeni John Wilson me nismën që do bëhet e përbashkët republikan demokrat, dhe çfarë kërkojnë ato herë para për nisurinë e Shqipërisë? Hetimin e qeverisë shqiptare për përfshirjen dhe lehtësimin e trafikantëve të drogës në procedurat e trafikut dhe pasimit parash. Pra qeveria amerikane po na heton kryeministrin dhe qeveritarët e tij, dhe unë kam pasur informacion si jo pak kolegë të mi, që në ato dosjet e Sky Anchors, paktën ja 4-5 ministra i ketë përfshirë në trafikun e kokainës. Dhe këtë informacion e kanë partnerët, e kanë amerikanët, e ka kushdo. Te Sinaloaja ka sankcion, zyrtarisht nga Shtetet Bashkuara, dhe ne kemi pa shefin e Sinaloas në Shqipëri që shkon te kryeministri i vendit. Ndrageta, ka pafundësi investimesh në Shqipëri. Ato kullat që thuhet e dosja procedimin penal numër 17 i vitit 2020 që ndodhet në SPAK. Në Itali është një biznesmen shqiptar që vazhdon me tendra i dënuar atje, me vendim formës prerë me 7 vite në Itali. Këtu vazhdon bizneset, lirshëm. Ka marrë tendra dhe nga Rama, kur ishte ministri i jashtëm, kur përcolli të zotrinë e përkohshëm ministër. Tani, kur janë gjithë të gjëra kaq publike, dhe ne na dalin pak si të nxituar zotrinë atje të SPAK-ut. Këtë e dinim, këtë e dimë edhe ne. Ju jeni për të bërë punë tjetër, ju për ta ditur atë. Pse ke dyshime nëse do të vinë në Shqipëri? Edhe nga shtypi francez thuhet duhet disa javë. Unë çmoj se ai është duke përdorur ndoshta është duke bërë presion për vetë. Informacioni që ka komprometon kryeministrin automatikisht dhe rrethin oborrin e tij familjar qeveritar. Dhe në këto nivele të shkëmbimit të informacionit dhe të presionit, le të themi, atë në vepra penale, nuk është thjesht kam dieni, po kam bërë këtë dhe kemi bërë këtë, kemi marrë kaq para, ju a kemi dhënë këtyre njerëzve që janë në botën e krimit të organizuar. Dhe në këtë informacion, besoj, ndoshta Rama do jeti i interesuar të mos e ekstradoj, të mos e lërë të vi. Por dienia e autoriteteve të Bashkimit Evropian, në këtë rast Franca, ka dhe diçka shumë interesante. Edhe materialet e Sky Anchors që janë prej 2015-2021, prokurori drejtues i ekipit francez, holandez, belg është prokuror francez. Ata dinë dhe më herët çka ndodhur me këto zjafetues të kokainës. Ndaj them që kjo është një dosje ndërkombëtare tashmë dhe krimi organizuar ndërkombëtar po shkon tek zyra e një individi në Shqipëri si shumë dosje në Tiranë. Por pa fuqi aktuale, ata strukturës posaçe presin, po shkoj dikush nga ambasada amerikane ata çohen e vrapoj. Po mirë, ambasada amerikane ka të punë tjera. Mbështetja e tyre është e jashtëzakonshme. Ka qenë, është do të jetë. Tani do presim ambasadorën ju thotë ti çuna keni shkuar një herë te zyra e këtij pandeurit ju? Sepse ata besoj e dinë procedurën. Do të thënë Armand Meshiraj ndaj tij nuk rëndojnë vetëm këto dy çështje, pra si biznesmeni i teknologjisë, dosja e Akshit edhe tenderat publike dhe incidenti ndërkombëtar siç është përshkruar duke fluturuar